Luizi ka publikuar një video të re nga qyteti i tij i zemrës, Shkodra, ku edhe njëherë ka treguar se nuk i mungon sensi i humorit dhe mënyra unike për ta parë botën me sy pozitiv dhe plot të qeshura. Në këtë video që është shpërndar me shpejtësi në rrjet, ai ndodhet përpara një vendi publik ku është vendosur një tabelë me mbishkrimin nevojtore dhe me mënyrën e tij tipike shkodrane. Luizi i kthehet kamerës duke bërë një batutë që menjëherë ka rrëmbyer buzëqeshjen e ndjekësve të tij duke thënë se në të gjithë Shqipërinë njerëzit përpiqen tualetin ta quajnë ndryshe, me fjalë të huaja si tualet, vësa apo banjo, por në Shkodër ajo ka vetëm një emër, të vjetër, të qartë dhe të sinqertë. Nevojtore. Ai e tha këtë me krenarinë e një djali që e do qytetin e tij dhe me humorin e një artisti që di të nxjerrë ngrohtësi edhe nga gjërat më të zakonshme të jetës së përditshme. Ky moment është komentuar gjerësisht nga ndjekësit, të cilët kanë shpërthyer në të qeshura dhe kanë lavdëruar thjeshtësinë dhe natyrshmërinë e Luizit, duke e cilësuar si një nga ato figura që nuk ka nevojë për filtra apo imazhe të sajuara për të bërë përshtypje, por vetëm për një të qeshur të sinqertë dhe një fjali që del nga zemra. Videoja është bërë menjëherë virale dhe është shpërndar në qindra profile dhe faqe të ndjekura, ku komentet kanë qenë të mbushura me dashuri për mënyrën e tij unike të shprehurit. Për shumë ndjekës, ky është një tjetër tregues se Luizi është dhe mbetet një personazh që nuk ka ndryshuar, pavarësisht suksesit të madh dhe famës që ka fituar. Përkundrazi, ai duket se e përdor këtë vëmendje për të përquar humor, mesazhe të vogla, por të ndjera, dhe për të treguar që edhe në mes të një dite të zakonshme në Shkodër, mund të lindë një moment që të mbetet në mendje për shumë kohë. Me këtë batutë spontane, Luizi rikujton edhe njëherë se bukuria e tij qëndron në natyrshmëri, në lidhjen e fortë me qytetin dhe rrënjët dhe në aftësinë për të folur me publikun ashtu siç flitet në rrugët e qytetit me gjuhë të përditshme, të dashur dhe të afërt. Ai nuk bën përpjekje për të qenë dikush tjetër dhe pikërisht kjo e bën atë të dashur për mira njerëz që e ndjekin dhe e mbështesin çdo ditë. Ky moment i vogël, por i bukur, është një tjetër dëshmi se Luiz Eli di të bëjë art edhe me një fjali të vetme.